Pas ringjalljes e ringritjes së bektashizmit nga kryegjyqi botëror Dedere Shatbardi, bektashizmi, si kundër dhe besimet e tjera, do të njiheshin dhe do të përballeshin me situata dhe sfida të ndryshme të kohës. Takimet historike me atë në shej Papa Francesku dhe patriarkun e parë Bartolomeu, dialogjet e zhvilluara mes tyre si lider botëror, vlerësimi që ushqen dhe përhap kryegjyqi botëror për shejtërimin e Nën Terezës, lumturimin e 38 martirëve të kombit, emërimin e kardinal Ernest Roshan Simonit, lufta vendosur e vizioni që kërkon të përcjellë për të gjithë shoqërinë e sotme njerëzore, katërheqjet e ka bërë që presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Barack Obama të vlerësoi me çmim mirënjohje kryegjyqin botëror, shejtërinë e tij, Dede Edmond Brahimaj, si lider vizionar i kohës. Përfaqësuesi i Ambasadës së Shtetit Bashkuar të Amerikës në Tiranë, Jeffrey Parker, shprehet dhe vlerëson. Mesazhi që përhapet nga ju, Baba Mundi, është mesazhi i paqes, mesazhi i harmonisë, dhe sidomos për mua si një të huaj, mesazhi i mirëpritjes. Nga zemra ime, urime dhe faleminderit. Misionin, punën dhe luftën e tij kryegjyqi botëror e shet si një sfidë për të sotmen dhe për të ardhmen e shoqërisë njerëzore, po kështu edhe ministri i çështjeve sociale Blendi Klosi. Ky komunitet ka dhënë të jap gjithmonë përbar botës dhe përbar njerëzimit. Mesazhi jonë është luftë kundra çdo të keqe, kundra terrorizmit dhe çdo shfaqje që është kundra njerëzve. Ne urojmë paqe, dashuri mbar njerëzore. Vlerësimi që jepet për një nga klerikët e lartë të vendit tonë për veprën e babamondit në vitet e fundit, që nga momenti që ai drejton me shumë dinjitet këtë komunitet edhe këtë pjesë të bashkëtesës fetare në vendin tonë. Dhe mendoj është një vlerësim që vjen në kohën e dur për një nga ikonat e klerit shqiptar. Për kryegjyqin botëror, mirënjohja që u dha nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidenti Barack Obama është devizi i tij që motivon Zotin, Adheun, kombin, shoqërinë e sotme njerëzore mbi gjithçka.